Kryeministri Edi Rama u takua me banorët e Zvërnecit. Përballë kreut të qeverisë, banorët ngritën si problematik kthimin e pronës, ndërsa thanë se nuk ishin kundër investimeve. Shqetësimit të tyre, Rama ju përgjigj se për pronën duhet të presin gjykatën, ndërsa ai ishte aty për të dhënë përgjigje për investimin. Çështja jonë është akoma duke u gjykuar. Unë pas nesër jam në gjyq për kthimin fizik të pronës. Ju para një jave keni thënë që ajo pronë është e trashëguar dem baba dem. Mua më vrau. Ndjesën që ose je ndje i lënduar, po s'më ke kuptuar si duhet, sepse unë nuk përfaqësoj pronarët. Për dijenin tuaj, unë nuk e kam takuar kur asnjë nga pronarët që përfliten, si pose që janë pronarë dhe përfliten që si janë pronarë, asnjë. Nuk kam iden fare, hiq fare për çfarë marrëveshje kanë bërë investitorët me pronarët, është një çështje private. Dhe nëse ju ktheni në kohë kur ka dalë për herë të parë shpreha interesit nga ana e familjes së presidentit të Shtetet Bashkuara për Shqipërinë dhe kur është folur për Sazanin dhe për Zvërnecin, unë e kam thënë shumë qartë që në atë kohë Sazani është një çështje e qeverisë shqiptare, për sa i takon marrëveshjes dhe për sa i takon mënyrës se si do të shkohet ripamja e marrëveshjes, ndërsa pjesa përballë Sazanit është një çështje private. Ajo pronë, ashtu që tha i parafolsi, është grabitur me dokumentat falsifikuar dhe këtë. Nuk është fare çështja ime kjo. Nuk është çështja juaj, jam plotësisht dakord. Nuk është çështja juaj, është çështja e drejtësisë së korruptur tu tek ne. Edhe një herë, mos tani, unë kam ardhur të flas në emrin tim dhe të mbaj përgjegjësi para jush për çdo gjë që ju doni të dini lidhur me raportin. Jemi dakord që projekti të zhvillohet duke ruajtur të gjitha parametrat përkatës. Po në radhë parë të ketë prona tek pronarët. Pezit po thuaj se u sqaruam edhe ne vet, pastaj edhe pjesa tjetër. Ka të drejtë gjithkush që të pretendoj, unë jam në respekt për atë që pretendon për pronën, jam respekt për mjedisin, ta mbrojmë. Jam respekt edhe për komunitetin sepse biznesi ka lidhje me komunitetin. E vetmja gjë pozitive. E gjitha historia është që vetëm inatin ju ka shtuar për ta bërë gjën akoma më spektakolare. Dhe këtu do jemi, do rojmë, shpresoj, e do shohim. Mendoj që gjërat do shkojnë mirë dhe një gjë ju them, në momentin që do vi projekti, në momentin që do jetë gati projekti nuk ka për të ardhur në Tiranë, do vi në Tiranë, por projekti do vi bashkë me mua, bashkë me ata, do vi te ju, po jo te ata që janë atje në rrugë, ata në rrugë le të rinë deri në 2029-ën. Në takim, banorët kërkuan që të anulohet përkohësisht projekti, derisa gjykata të përcaktojë se e kujt është prona, e atij që e ka shitur apo e atyre që aktualisht pretendojnë pronësinë. Ky takim u zhvillua në një moment kur kundërshtime ndaj projektit të resortit në Zvërnec kanë marrë përmasa të gjera, duke ushtrirë përtej zonës dhe duke reflektuar përmes protestave të organizuara edhe në Tiranë.